Kur jemi tek sidomos të gjitha temat që prekin çdo qytetar, pikërisht në zonën tonë, ne tash kemi edhe të ftuarën tonë në studio. Unë doja shumë që të flasim me një ekonomiste, një vajzë e re, e cila në fushën e saj ka arritur shumë suksese. Mirë, po mbi të gjitha do të flasim dhe do të trajtojmë temat që janë mjaft të ndjeshme për çdo familje. Shporta e konsumatorit dhe rritja e vazhdueshme e çmimeve të ushqimit, një ndër shpenzimet e shumta që ne bëjmë. Në një kohë kur paga mbetet pothuajse e njëjtë, çmimet po arrin të prekin edhe kulmin e tyre, plafonet. Mirë, po mbi të gjitha janë edhe ato derivate, do të thoja, të cilat tashmë presin edhe krizat globale që po gjendet edhe globi. Dhe të gjithë ne në këtë rrezikohet, por kishim një informacion të mirë sepse për brenda 3 muajve do të qëndrojnë stabile. Janë disa të thëna, por a do të veprojnë siç e thonë, nuk e dim, do ta diskutojmë. Sot së bashku me ne në studio kemi Fjolla Zindeli Latife, ekonomiste nga Shkupi. Faleminderit shumë që je zgjuar sot së bashku me ne dhe faleminderit që erdhe në studio. Përshëndetje juve. Mirë se u gjeta, faleminderit një herë për ftesën edhe për prezantimin. Ku marr me shumë kënaqësi se ju përcjelli ju ndjek çdo kohë edhe më pëlqen që e bëni kështu emisionin stil freestyle, shumë natyrshëm, shumë rrjedhshëm, pa sfalime. Edhe shpresoj që edhe kjo e sotit do të shumë faleminderit. Mua më bëhet qefi në fakt ta pyesë edhe për temën, do doja ta pyesë sepse është familjare sigurisht. Mua më bëhet shumë qefi dhe jam shumë e lumtur kur kemi edhe të ri, domethënë të cilët i flasim problematikat në pak në pikpamje. Po edhe siç një po edhe në pikpamje ndryshe. Si thot populli pa teklif. Pa teklif. Pikërisht Fjolla sot ne kemi përcaktuar edhe temën e ditës që lidhet ngushtë edhe me atë që do ta diskutojmë. Sa ju kushton realisht sporta mujore qytetarëve? Ndjet në familjen tuaj kjo biseda është e zakonshme çdo ditë të bëhet? Non stop, domethënë marr kronologjikisht qysh prej krizës pandemisë në fakt edhe ekonomia globale pat krizat një pas njëshme, pandemia, pastaj lufta e Ukrainës që solli krizën energjetike, pastaj erdhi edhe inflacioni i hatashëm në Europë dhe deri te 2024 që fakt ja nisëm disi me u stabilizu. I morëm ato hapat e parë, këmbët sa i morëm. Filluam të shndrohemi në kameleon, sepse por çdo ndryshim po adaptohemi, jemi bërë po ndryshojmë edhe fiks tash, prej 2020 se këndejmë se jemi bëj, mund edhe kur gjë nuk na bën përshtypje dhe natyrisht këto zhvillime, këto ndryshime në ekonominë globale deshe ndikojnë edhe në Maqedoni, duke pas parasysh që na e kemi një ekonomi të vogël edhe të hapur, por mbi gjitha është në varësi të lartë nga importi. Shumë e vërtet. Ja, pikërisht ajo që biseduam edhe trajtuam. Fatkeqësisht, por kemi patur mesazhe të shumta, sot i kemi patur mesazhe nga shikuesit me sarkazëm, të cilët po mundohen sepse në kriza të mëdha ndonjëherë duhet gjërat i marrim me sportivitet. Se nëse i vëmë theks të shumë, atëherë vërtet do të hiperbolizohen dhe do fillojmë të vuajmë. Por nëse nuk i japim paksa ta kthejmë pak si në tragjikomedi ashtu se pikërisht kjo është jeta jonë, tragjikomedi, edhe duhet ndonjëherë të qeshimi me fatkeqësinë tonë, që po na ndodhe në këtë në qiellin tonë të mrekullueshëm që Zoti na ruaj dhe na shtoft me të mira. Urojmë gjithmonë për këtë. Kur flasim pikërisht për sportin, do doja të them mesazhet e shikuesve ishin të tillë që thonin, nga Kumanova ishte një mesazh fantastik, thonte më shumë bëjmë detyra në shtëpi të matematikës për kalkulimet e shportës se sa fëmijët nëpër shkolla. Po saktë edhe kam pa që janë hapë edhe rrjete sociale ashtu që gjeni çmimet më të lira, më të volitshme, vetëm duke vrapu mbas supermarketeve që kanë oferta produkteve. E vërtet. Të flasim pak për sportin. Çfarë përfshin dhe është reale ato çmimet, sepse ne diskutuam që tashmë që nga janari ka ndryshuar shporta, domethënë për 2 muaj, sepse sa jemi futur në muajin e tretë, mirë po këto statistika që bëhen nga sindikata, a janë reale? Sepse unë mendoj që ato çmime nuk i gjejmë. Shiko, tash shporta minimale konsumatore në mujt përfshin këto, domethënë produktet ushqimore elementare që janë, por aty hyn edhe normal energjia, edukimi, shëndetja dhe pjesa tjetër që ne çdo gjë përfshihet, por në mënyrë më minimale. Po. Edhe në bazë të dhanave në fakt të dhjetor të 2025 se di që shuma e shportës minimale ka shku deri në 65.000 denar. Edhe ndërsa në disa muaj ka kaluar edhe mbi 67.000, domethënë varësisht nga energjia, periudha e dimrit e dim që edhe energjia është më e shtrenjtë dhe në gjithë këtë sport duhet sikur që
40% qytetarët e Maqedonisë e harxojnë në ushqim, rreth 10 deri 12% e harxojnë për energji edhe për qeraja për vendbandim, po themi, dhe pjesa tjetër për domethënë kategoritë e tjera, veç mbathje, mos të flasim mandej për zbavitje, sport që nuk kulturë, sepse ishte po i harrojmë ato. konsideronin 7.000 vetëm konsideronin 7.000 diçka denar për kulturë dhe për entertainment, si thonë, kështu për zbavitje. Domethënë çfarë zbavitje kemi ne në shtetin tonë? Zbavitjet e kemi familjare, po krijohen, po kanalizohen në për shtëpi tona. Po. Tash sa falë të ndëlidhem se pyetje sa e pasqyron realitetin, duke nisur nga kjo që 65.000 denar është shporta minimale, ne e dim që tash paga mesatare është rrit deri diku 45-46.000 denar, ndërsa paga minimale ka arritur deri në 25-6.000 denar, le të themi. Më duket dje partije doli edhe ministri i Që do të ketë, ekonomisë që tha do të ketë, më duket 1.600 denar do të jetë në neto, më duket. Po, 1.600 denar. Dal nga dal. Më mirë 1.600 se hiq. Po, edhe tash nëse flasim me shifra, do të thonë 65.000 denar është shporta, 45.000 denar është paga mesatare. Një familje me një pagë mesatare Nuk ja del datë. asesi. Sërish nuk ja Tash del. një familje me 2 paga minimale prap nuk ja del. Do të thonë në Maqedoni duhet një familje 4 anëtarësh të ketë minimum 2 paga mesatare që të mund lirshëm të mbijeton ose pakta të kalon themi shportën minimale. Me analiza dhe me kursime ekstreme. Shkursimet. Për shembull, jo e kam fjalën 5-6% sa për të lidhur muajin me Steta më muaj. shpesh në familjen time është kursimi, domethënë ankohen gjenerata e tretë se pse të rit nuk kursejnë, si të kursesh kur gjithçka është bërë domethënë e paprekshme konton. Pikërisht atë që përmendën në fillim Fjolla është shumë alarmuese dhe kemi diskutuar me drejtorin importi dhe eksporti që ndodh në vendin tonë. Unë mendoj që Maqedonia ka toka, ka domethënë të paktën një pjesë të prodhimit ta rrisim, ta mbështesim. Jo, të paktën duhet të ketë stimulime, duhet të ketë subvencione, Stimulime edhe pse nga ka, po institucionet e thuhet, rendit, por nuk e kemi patur, atë e diskutuam, se mbi 10-15 vite të fundit nuk kemi patur mod të mbarë kushtet për klimatike s'kan kushtet qenë, klimatike, nuk kanë qenë të Po. vërlitshme, edhe kemi patur shumë rreshte, të cilat shumë sera janë zhdukur, janë prishur, kështu që detyrohemi që të importojmë nga jashtë. Dhe jemi të njohur për importin nga Po, jashtë. në fakt, tash shumë vjet tashmë kemi deficit buxhetor. Deficiti buxhetor krijohet kur importi është shumë më i lartë se prodhimi vendor. Po, edhe siç e thash edhe më herët, Maqedonia është një shtet i cili është i varur nga importi, sepse nuk prodhon. Na e blejmë edhe energjinë e blejmë, edhe produktet ushqimore bazë, për shembull ne dritrat, për shembull importojmë shumicën e dritrave. Serbia i marrin të gjitha. Po, vajrat ushqimore, pastaj edhe mishin, edhe produktet qumshtore, po edhe produktet e ngrira. Do të thonë, mund të them që 70% ne I kemi të gjitha të importuara. Atë mëshme është, dritra detyrore ka tokë Maqedonia mirë, po fal atyre të gjithë. Po, si shta janë edhe bujqit pak mendoj të demotivuar sepse nuk përkran, edhe është edhe tendenca ndoshta edhe e gjeneratës re që nuk merren me bujqësi dhe është për të ardhur. Domethënë mund të themi që është një kompleks si sistem, si njerëz të prodhimit, qoftë në bujqësi, qoftë në blegtori, janë në një depresion shumë të thellë, shumica. Kemi shumë blegtorë të cilët kanë mundësi pa fund në përpyet për të shtuar kapacitetin e blegtorisë, por njësia krau i punës mungon. Edhe nuk janë të motivuar. Edhe fëmijët, edhe trashëgimtarët nuk janë të motivuar. Po, duhet sikurse edhe ata që prodhojnë faktikisht kanë tendencën për të eksportuar sepse fitimin e kanë shumë më të madh nëse ato produktet e veta i shesin dikun jashtë në shtetet e Evropës. Për shembull, unë do doja të flas të tregoj një rast sepse blegtorët tanë që i kemi në Maqedoni, konkretisht në zonën perëndimore të vendit tonë, prodhojnë në një sasi të cilën e kemi të limituar ne si blerës, por shumica shkon në Shqipëri. Po. Qoftë mjalti, për shembull mjaltin, po eksportojnë jashtëzakonisht shumë mjaltin, sepse kërkesa është shumë e madhe se sa tregu është edhe çmimi është më i lartë edhe po eksportojnë në mënyrë sepse vinë nga atje, e paguajnë shumë më shumë se sa këtu, edhe... Do të ne kemi të gjitha në supermarketet e kemi brendat e jashtme, domethënë të mjaltës, kur ne mund ta kemi mjaltën tonë që ta importojmë nga jashtë. Fatkeqësisht ky është vendi jonë. Po, edhe prandaj edhe është, domethënë është shumë e ndikuar edhe çmimet janë kështu neve na duken që janë paksa të fryra tash në aspektin ekonomik, jo që po e arsyetoj, po fatkeqësisht kjo puna e importit
na bën që ne të ndikohemi nga çdo krizë globale. Edhe tash e përmendet edhe tash së fundmi destabilizimi në lindjen e mesme, neve na do kotosë shumë largë, pse qysh me ndiku ajo në çmime, ndërkohë që importi është i lidhur me transportin, transporti është i lidhur me derivatet e naftës. Nafta dihet prej ku vjen edhe natyrisht tash do të rritet. Mund besoj parashikoj që 2-3 javë të ardhshme do të ketë diçka ndikim. Pikërisht ne patëm lajmin çmimet e naftës dhe gazit nuk do të shpërthejnë në 3 muaj të ardhshëm. Na shpjego pak kjo se si mund të ndodhë. Shpresojmë, nuk e di sa është relevante kjo, por në fakt thash duke u bazuar në dhënat historike, por edhe në atë se importi është i varur nga transporti, çdo lëvizje në derivatet e naftës dikon edhe tek çmimi përfundimtar i produkteve në raftet e marketeve. Po, e dim gjithmonë në kohë krizash, kemi edhe profiterë të shumë, të cilët shfrytëzojnë momentin për të përfituar. Oportunista, po. Unë do doja të flasim pak në lidhje me standardizimin e inspektoriatit, për shembull. A ka mundësi inspektoriati që, ose nuk e di kush e ka, Ministria e Ekonomisë e ka, që t'i ngritë pak të çmimet në këto raste, sepse kur kemi raste krizash të quajmë, çmimet rriten me shpejtësi shumë të madhe. Kishim rastin e pandemisë. Kur stabilizohet çdo gjë, kur kthehet normalitet, fillojnë të bien dal nga dal. A është koha që të paktën në këto situata që të paktën të bëhen ngrirja e çmimeve, që mos krijohet edhe një panik i madh, sepse para disa ditëve pash në markete që ka filluar kjo friga, panika për luftën dhe qytetarët konservat po blehen, domethënë shimet në konserva. Po shkojnë që të blenë konserva ushqim të gatshëm. Si ishte edhe për pandeminë, letrat e toaletit kanë qenë. Sigur po na kthejnë kjo si deja vu situata. Po ripërsëritet. Në fakt, unë mendoj që shteti nuk mund ta kontrollojë çdo çmim. Na e kishim atëherë si masë mbrojtëse ngrirjen e çmimeve edhe të marzhës, po tash edhe pse jemi stabilizu faktikisht nëse analizoni, atëherë në pandemi inflacioni ishte 90%, ndërsa çmimet u rritën diku rreth 30%. Sot, në bazë të danave të Bankës Popullore, inflacioni është në nivel normal siç ka qenë edhe para krizës. Mirë, po çmimet nuk janë kthyer në kohën e para krizës. E kjo është ajo pjesa që thati oportuniteti pastaj që e shfrytëzojnë distributorët edhe marketet edhe nuk ulen çmimet në atë nivel edhe në atë shpejtësi sa ngriten kur ka kriza. Tash, cilat janë disa masa që mundet me marrë shteti ose çfarë mund të bën një preventiv ta quajmë? Po mendoj që duhet të ketë kontroll real të tregut, do të thonë institucionet duhet t'i kontrollojnë vazhdimisht supermarketet edhe distributorët se a janë reale dhe a janë çmimet e arsyeshme ose mos kanë ndonjë marrëveshje në medveti. Pastaj të ketë transparencë, qytetari ka të drejtën që ta di se sa kushton për shembull importi i produkteve të caktuara dhe sa është ajo pjesa shtesë deri te çmimi fundor. Dhe kur ka transparencë, besoj që edhe pastaj abuzimi bëhet më i vështirë. Pastaj mendoj edhe konkurrencë, duhet stimulojnë që të rritet konkurenca, sepse kur ka konkurrencë, sa më shumë supermarkete prodhues, atëherë po edhe nuk do të mund edhe të vendosin ashtu çmime që themi ne paushall në gjuhën popullore. Një gjë që potencova është se tash dal nga dal janë zhdukur këto dyqanet e vogla, janë shndruar në marketet e mëdha të cilat kanë filluar të hapin edhe në lagje. Pikërisht në lagjen time për shumë vite, domethënë gjatë gjithë jetës time, ka pasur dyqanet e vogla nga një familjar që është udhëhequr, çmimet kanë qenë gjithmonë të njëjta, normalisht edhe ata ndoshta s'ka pasur. Ndoshta, po. Më parë jo, mirë po tash janë hapur këto marketet brendet, të themi, kompanitë më të mëdha, që është gjithçka në rregull. Unë e kuptoj të ketë pak rritje të çmimit sepse edhe shërbimi është më ndryshe. Domethënë unë gjithmonë e potencoj që edhe shërbimi vetë marketit zgjedhje ka më shumë. Mirë po në dyqanin e lagjës momentalisht ku është një market i hapur, nëna ime ka dalluar një produkt që ka 100 denar. Më shtrejt, dalim prej një marketi tjetër. Update-in e fundit nuk e kam marrë. Por ata shfrytëzojnë rastin ndoshta se aty në lagje hajtë se është më shpejt edhe kur ju duhet për ndonjë rast emergjent. Harron një fakt të rëndësishëm Valbona, sepse dyqanet e lagjeve funksionojnë edhe me fletoret. Jo, të rejat jo, jo, kam funksionuar dhe pikërisht kam mbetur edhe kjo që çmimet janë paksa më të rritura, sepse dikush nuk do e paguan, por do e paguash ti që je e rregull dhe mund të jetë kjo një mënyrë që... Por
e përmendi Fjolla, do të thonë ajo afërsia, unë do të thuaj që është një le të jetë 10 denar më shtrejt, 15, le të arrijë edhe 30. Po jo 100. Po 100 është të 200% fitim faktikisht në një produkt. Po mos ta harrojmë edhe ata që thanë në supermarketet me që po rriten edhe rrogat. Mendoj që kompanitë dhe bizneset edhe ajo nuk ju leverdi sepse kjo është kosto ekstra për ata edhe natyrisht po duhet paguajnë më tepër. Sepse biznesi privat, sinqerisht është biznesi privat është ata të cilët nuk janë dakord për të rritur rroga minimale, sepse preken më shumë. Sipas disa analizave që i kam bërë, por nuk do ndalemi këtu. Jemi në 10 minutat e fundit, unë doja pak a shumë të flasim se a mendon Fjolla që një qytetar, një familje, po e menaxhon mirë financat e tyre apo si ti këshillojmë të menaxhojmë pak më mirë? Domethënë, po flasim se si ti ndajmë më mirë kur i kemi aq sa janë, domethënë s'po shtohen. Këta ekonomistë din formula interesante. Tash duhet të bëhemi veshë këmbë, ta dëgjoj. Unë duhet flas po edhe në aspektin ekonomistës, po edhe si qytetare. Si qytetare jam grop. Domethënë edhe unë nuk di ta baj dallimin, kështu që po. Në aspektin ekonomik besoj që duhet ta bëjmë atë dallimin midis needs edhe wants. Domethënë nevojave edhe dëshirave. Nevojat siç e cekëm janë ata ushqimi, veshmbathja, vend banimi edhe energjia. Mandej pjesa e dëshirave janë këto ushqimet në restorane, kafeteri, veshjet, blerje impulsive, pajisje jo të domosdoshme e kështu me radhë. Tash ti temo si po na temo, po shembull janë. Hyna aty domethënë po. Edhe kot gjëra, të thash që janë të nevojshme, okay, mirë po kot gjëra. Edhe duhet lidhna me diçka kështu shumë personale të përditshme. Ndoshta edhe shembullin që e kum pa edhe jashtë po edhe unë e praktikoj. Unë për shembull në punë ushqimin e marr prej në shtëpi, sepse edhe jashtë e kam pa që shumica 95% ndoshta edhe më shumë e marrin ushqimin prej në shtëpi, sepse të folmi realisht është bukur. Apo jo, dhe sepse është bërë luksi pa parë, domethënë ti të shkosh edhe të hash, qoftë edhe sanin më thjesht, po foli kështu në gjuhë popullore një burek me jogurt, ka vajti çmimi 140 denar, 150 denar, mos të folim pastaj të shkosh ta pish edhe një kafe, një ujë të dalësh, domethënë ajo është shkon më luks, po të gjitha, unë jam edhe një person që okay, më pëlqen të ha jashtë, mirë po edhe më bëhet bezdiset, po. Domethënë non-stop duka ngrem produkte të pashëndetshme. Kjo është një gjë e mrekullueshme. Kjo është diçka që që e sugjeroj. Po, pastaj edhe me që jemi edhe në muajin e Ramazanit, edhe këtu do me cekë që shpesh, domethënë nga muaji i solidaritetit, po më duket që u kthi po ama edhe i shpenzimeve shumë marramence, domethënë edhe nga vetë familje, se ne dim që kështu të ankohemi se jo s'po del ashtu kështu po i shohim restoranet janë plot edhe pse çmimi i menuve edhe tryezave, po, edhe besoj që ka humb në fakt ajo esenca që në Ramazan nuk është me rëndësi të tregosh bollëk, të demonstrosh bollëkun, është të mbledhesh, të socializohemi. Të jemi gjithë bashkë, po, edhe pak po, nuk është ajo sepse shoh që mua më bëhet shumë qefi kur i shoh ato tryezat, fjolla të mbushura dhe të që i ndajnë në rrjetet sociale. Inshallah i kemi gjithmonë plot, po gjithmonë ashtu domethënë, sepse ne po ushqemi 11 muaj, si të them, si të varfër, sepse ndoshta nuk bashkohemi për ta ngrënë një darkë së bashku, ndërsa për muajin e shenjtë të Ramazanit në vend se ajo darkë të ndahet në gjysmë dhe të ndoshta edhe të po jemi këtu tek muaji i shenjtë i Ramazanit, unë do doja të diskutoj se pse pikërisht në këtë muaj të solidaritetit, çmimet po rriten. I mishit është rritur, domethënë pikërisht në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, ku edhe kompanitë duhet të jenë sa më të ndërgjegjshëm. Ato po rriten. Po në fakt edhe për konflikti ndodhi kjo, por po duket si diçka nga solidariteti, nga muaji i mëshirës, po kthehet në muaj të përfitimit për Po janë kompanitë, na e tham, janë edhe pak oportunista dhe besoj që shfrytëzoj rastin me përfitu nga ndjeshmëria e qytetarëve në këtë muaj. Ka një emocion. Po. Edhe ndërsa sa i përket restoraneve, kemi pa krejt se si kanë vajtu çmimet e menuve. Unë besoj që ndikon aty, domethënë tash edhe fuqia punëtore. Ata tash me që ka edhe val më tepër të qytetarëve që shkojnë të hanë, po ata duhet mos edhe të punësojnë ekstra staff, po. Pastaj ta cekim që të i shku tash, domethënë Ramazani vjen edhe po afrohet në periudhën e dimrit, e dim që dimrit edhe energjia elektrike kushton më shumë, sepse për shembull, nëse jashtë është 0 gradë ose -5 gradë Celsius, për të arritur një temperaturë më të ngrohtë, kompresori duhet punon shumë më shumë dhe harxhon shumë më tepër energji se sa për ftohje, dhe ato normalisht i bashkojnë krejt këto komponent edhe
e rinë, po edhe e nxjerrin. Mirë po, kjo puna e energjisë dhe këto prapë them mund të shkoj deri në rritje 100-150 denar në menu, po jo të kemi menu ka 1500 denare, 2000 denare. Fatkesisht kështu është vendi. Do të thënë nuk kemi diçka. Pjesërisht është e arsyetueshme, mirë po jo plotësisht. Deri Prapë tham e shfrytëzojnë këtë pjesën e ndjeshmërisë së qytetarëve edhe pak abuzojnë me çmimet. Unë do doja me që jemi edhe nga fundi, edhe një 4 minuta na ka mbetur, pyetja qytetarët të cilët e parashtrojnë. Si shtet, a kemi rezerva të mjaftueshme për të përballuar këto krizat që po mund të themi që po presin të na përfshin edhe vendin tonë? Do me thëmë për çdo krizë që mund të ndodhe, dhe pse ndoshta do të afrohet kjo kriza globale, mirë po si shtet, kemi mjaftueshëm rezerva të ushqimore. Mendoj që ka rezerva ushqimore Maqedonia të cilat ato menaxhohen nga Agjencioni për Mallra të Rezervë, mirë po duhet themi se ato janë të kufizuara dhe nuk janë plotësisht, domethënë nuk janë plotësisht transparente. Në praktik tregu dhe prodhuesi zakonisht kanë në stok rezerva për afërsisht rreth 1 muaj, 40 ditë, hajde maksimum 2 muaj. Edhe në këto rezerva zakonisht përfshihen domethënë këto produkte që janë bazë gruri, misri, orizi, vaj, kripa e kështu me radhë, si dhe derivatet e naftës. Mirë po, problemi është se nuk ka, nga agjencioni nuk ka shifra të sakta, se për sa mund të zgjasin ato rezervat të cilat ne i posedojmë. Edhe është e vështirë, dhe më thonë që t'ju jap një përgjigje se sakt sa ko mund të zgjasin. Po, për shembull, programi shtetëror parashef rreth 1300 ton orez rezerv, e cila është e mjaftueshme për 60 ditë për popullatën e Maqedonisë, dhe jo më tepër. Ose për shembull 9000 ton grur. Tash se sa janë të mjaftueshme, po ata nuk mund ta parashikojmë 100%. Jo. Filla, unë për fund do doja që të flas vetëm për si një e re mbi të gjitha, si qytetare që the, mirë po edhe në anën e ekonomisë, të na tregosh se si është gjendja e vendit tonë. Tash falë edhe krizës që do të ndodhë. Unë garantoj që si mrekullia, shef. Mirë po, si vend tonë, do më thënë si është e gjendjen dhe në fund të japëm një këshill të gjithë, të pak t'i motivojmë. Ne sot emisionin e qua me buzëqeshje, mirë po gjendja është për të qartë. Po do vazhdojmë me buzëqeshje. Po do vazhdojmë tash, s'kemi lot, na janë tharmë. Në fakt unë edhe kohë të fundit jam përballë kështu me krizë, po themi se ndoshta nuk ishte pjesë e temës sot, po çmimi edhe i banesave dhe jashtu që është bë e pamundshme që një iri ose njëri të mund të marrë një banesë, ta siguroj. Kështu që edhe unë vetë jam e detyruar të punoj 2 punë, ndoshta që të mund edhe të arrija të paguajmë një kredi, por në ufshin kredit, se për ndryshe vetëm me kursime atëherë ngelëm. Jemi gjenerate kreditit. Po, gjenerate kreditit. Edhe mirë po besoj që duhet punojmë. Unë e vetë e shoh një problematik që kur jam punësu, do më thonë, kam pas dëshirë që me njëherë të kem një rrugë më stabile, një rrugë më të mirë, sepse edhe vetë standardi jetësor është rritë në Maqedoni. Mirë po ka ndikuar edhe tash edhe rrjetet e informacionit, do të thonë, dojmë gjithçka është bë pak më e arritshme dhe na dojmë me arri ato që i shohim. Po, dëshira është shumë e madhe, mundësitë janë shumë. Në rast të krize normal tham dëshirat binë në ujë dhe i shohim vetëm nicë dhe nevojat, po mbjetesa. Dhe një këshill për fund për qytetarët, sepse në minutën e fundit si të mbijetojmë. Do të thonë, kjo shporta na ka fundos totalisht. Thash ndani nevojat që i keni nga dëshirat, po nevojat më elementare, luksin leni për ndonjë kohë kështu pak më. Për një vit tjetër. Për ndonjë vit tjetër të shpresojmë. Kur do të jetojmë? Na vjen dita edhe neve. Të nesër me të pasën se do datojmë. Ishte fantastike. Faleminderit, të dëshirojmë shumë suksese edhe ju uroj suksese edhe unë juve për emisionin. Urojmë që kemi sërish në emision, por do i temë do ta kemi 100%, vetëm ta caktojmë temën. Faleminderit shumë. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me disa këshilla interesante dhe e përfshim pravarësisht se çfarë na pret dhe çfarë s'na pret, kështu që ju jeni i dini ato matematikat tuaja, mos harroni. Ne jathem vetëm për festa kështu të mëdha, po për Bajramin e presin. Bakllavajen nëse di me çfarë ëmbëlsire do ta shikojmë nëpër telefon vitet të kaluara se çfarë kemi ngrënë dhe do i kujtojmë shihet. Shihemi nesër një të godë një vend. Deri atëherë, mirëmbëjtje të gjithë. Paqë një ditë të bukur.